Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Në intervistë pune më pyetën nëse jam më mirë në shtrat. Unë quhem Ledja, jam 27 vjeçe dhe prej muajsh isha e dëshpëruar për një punë të qëndrueshme. Çdo ditë dërgoja CV, çdo natë kontrolloja emailin dhe çdo mëngjes zgjohesha me ndjesinë e rëndë se po humbisja kohë. Kur mora telefonatën për një intervistë në një kompani që dukej serioze, unë ndjeva sikur diçka po më hapej përpara. U vesha bukur, mora frymë thellë dhe shkova. Nuk e dija që ajo ditë do të më ndryshonte mënyrën si e shija botën e punës. Zyra ku hyra dukej shumë normale. Një recepcionist buzëqeshte, njerëzit kalonin me dosje në duar dhe unë u përpoqja të bindja veten se gjithçka do shkonte mirë. Më futën në një dhomë intervistash. Brenda ishte një burr rreth të 50-tave me sy të ftohtë dhe buzëqeshje të sforcuar. Filloj me pyetje të zakonshme, ku kam punuar, çfarë kam studiuar, çfarë kërkoj, deri këtu çdo gjë normale. Papritur toni i tij ndryshoi. Ai u mbështet në karrige, më vështroi për disa sekonda që mu dukën si minutat më të gjata të jetës time dhe më bëri një pyetje. Një pyetje që nuk kishte asnjë lidhje me punën, një pyetje e turpshme, e papranueshme dhe e pamoralshme. Ngriva. Më iku zëri. Isha aty vetëm në një zyrë të mbyllur me dikë që po përdorte pozicionin e tij për të më vënë në pozitë të ulët dhe poshtëruese. Ai vazhdoi të fliste sikur pyetja e tij ishte normale, sikur po më testonte nëse do e pranoja apo jo, sikur po shihte sa e dëshpëruar isha unë për punë. Ndihesha e fyer, e zhgënjur, e turpëruar, por edhe e frikësuar. Mos duhej të ngrihesha dhe të ikja? Mos duhej të përplasja derën? Apo të heshtja që të mos e humbisja mundësinë e punës. Në një moment kuptova një të vërtet të hidhur. Në atë zyrë nuk isha kandidate, isha një pre e lehtë. U ngrita, e pash drejt në sy dhe i thash: "Kjo intervistë mbaron këtu." Dhe dola pa e kthyer kokën. Rrugës për në shtëpi kam pasur dridhje, zemërim dhe zhgënjim. Nuk mbaj mend as udhën dhe as gjë, vetëm emocionet. Turpin, zemërimin, trishtimin, një lloj neverie që nuk isha përjetuar kurrë. Nuk ja tregova askujt atë ditë, nuk doja t'i bëja prindrit të shqetësoheshin, nuk doja të dëgjoja komente klasike të shoqërisë. Pse e vajte atje, e ke lënë ti të arrin ato komente dhe gjëra të tilla. Ajo ngjarje më ka mësuar diçka të madhe në fakt. Më mirë ti jesh e papunë se sa e poshtëruar. Që nga ajo ditë jam bërë më e vëmendshme, më e kujdesshme dhe më e fortë. Mësoj të vendos kufi, të mos i lejoj të tjerët të më trajtojnë si objekt dhe të mos i nënshtrohem padrejtësisë. Dhe po, ende jam në kërkim të një pune të mirë, por nuk jam ajo vajza që rije e heshtur dhe duron gjithçka. Asnjë punë në botë nuk vlen aq sa dinjiteti im.